Ali Ahmeti porosit prej Tiranës se ende nuk ka zgjedh partnerin e koalicionit dhe që nuk ka nisur bisedimet as me VMRO, DPMN dhe as me LSDM. Thos se zgjedhja e partnerit të anshëm qeveritar do varen nga dy faktor. E para ka të bëjë me vendim që do nxjerrë kryesia e BDI-s dhe dyta nga plotësimi i kushteve që ka kjo parti për të përmirësuar pozitën shqiptare në Maqedoni. Kryetari i partisë që mori 10 mandate në zgjedhjet e 11 dhjetorit tha se është interesuar që në këtë qeveri të ardhshme të ketë më shumë se një parti shqiptare në qeveri. Akoma është herët që të flitet për përcaktime të Bashkimit Demokratik për Integrim, pa u mbledhur organet e partisë, pa bërë një analizë më të thelluar mbi situatën. Me rëndësi çka është në këto momente që vendi nuk duhet të rikthehet në krizë, këto zgjedhje duhet të shërbejnë për t'i dhënë fund krizës dhe për patur një fillim të mbarë në Republikën e Maqedonisë dhe të gjithë të vëmë interesin e stabilitetit dhe të mos humbim kohën nga koha jonë, që është shumë e limituar për proceset euroatlantike. Kreu i BDI-s ishte të njëjtën në Tiranë me ftesë të kryeministrit Edi Rama, ndërsa u takua me krerët më të lartë të shtetit shqiptar. Nga Tirana zyrtare, tha se mori një porosi për bashkim të forcave politike shqiptare me qëllim që të mbrojtë sa më mirë interesat e shqiptarëve në Maqedoni, gjithnjë në sajë të një republike stabile dhe paqësore. Ahmeti shpjegoi se gjatë negociatave me palën maqedonase, ai do kërkoj respektim të doktrinës së BDI-s, e cila sipas tij është e panegociueshme, me që ka të bëjë me barazin ndërmjet maqedonasëve dhe shqiptarëve, zhvillim ekonomik dhe integrim euroatlantik. Ai shpjegoi se negociatët për qeverinë e ardhshme, BDI do të nisë pas certifikim të rezultateve dhe se për këtë punë do kërkoj dhe konsensus nga partitë tjera shqiptare për shtyrë përpara agjendën në mbrojtjen e interesave të shqiptarëve. Sigurisht, sipas nevojës, ne do të komunikojmë edhe me partitë tjera shqiptare, sepse agjenda, doktrina nuk mbrohet vetëm nga Bashkimi Demokratik për Integrim, por duhet të komunikojmë edhe me partitë politike shqiptare, që të kemi një paraqitje më dinjitoze për para elektoratit dhe për para shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta konfirmoi për mediat në Tiranë se qëllimi i ftesës së politikanëve nga Maqedonia ishte këshilldhënës dhe se politika zyrtare shqiptare kërkon që të respekton parimet e barabartësisë dhe insistimi për ecjen e mëtejshme në integrimet euroatlantike dhe në NATO.